Një komentues thotë pse Allahu krijoi shumë fe. Fe të ndryshme. Pse nuk e krijon një fe që mos me pas probleme. Komentuesi po thotë kështu. Kjo është e vërtetë. Kjo është konstatim i gabuar i tij. Edhe si zakonisht këtë konstatime që kanë parashtu komentatorët në videot tona kanë treguar mungesë të diturisë, mungesë të informimit të vërtetë, të plot. Allahu i Madhërisht që nga njeriu i parë, Ademi alayhis salam, deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka shpall një fe. Fe monoteiste në parimet e besimit kanë dallu rregullat legjislative për çdo kohë dhe për çdo vend dhe për çdo popull. Kurse në aspektin doktrinar, në aspektin e kuptimeve bazike ideologjike, krejt kanë qenë një. Pastaj normalisht njerëzit diken e kanë quajtur krishterizëm për shkak të Krishtit, diken e kanë quajtur hebreizëm për shkak të besimit në Jahua, domethënë jehudit e kanë quajtur në Zotin Jahua tek hebrejët e kështu me radhë. Por gjithë këta pejgamber kanë qenë pejgamber të Zotit, Allahu i ka zgjedh, Allahu i ka dërguar pejgamber të tij, Allahu ka dhënë shpallje dhe Allahu ka dhënë instruksionin, mësimin. Që janë të gjithë këta pejgamber kanë thirrë në besimin e njëjtë që quhet Islam, që do thotë dorëzim Zotit, besim Allahun një. Edhe andaj ka ardhur Musa alayhis salam, ka promovu besimin e vet, rregullat e veta, njerëzit e kanë pranuar, tjerët e kanë kundërshtuar. Mas vdekjes Musa alayhis salam, dikush e ka shtrembruar besimin e tij, dikush ka vazhduar, pa ato që kanë vazhduar kanë qenë pakit. Derisa është dashur marrë Isa alayhis salam. Njëjtë ka vazhduar besimin e Musa alayhis salam, ka sjellë ligje të reja, dikush e ka besu, shumica kanë kundërshtu, pastaj e ka ngrit Allahu Isa alayhis salam, kanë vetë një pakicë. Ata dikush ka vazhduar rrugën e tij, dikush e ka deviju. Derisa është paraqit nevoja e marrë Muhamedi alayhis salam sallallahu alaihi wasallam, edhe ai me vazhdu thirrjen e Isës, e Musës, e Nuhit, e Ibrahimit, me harrat në besimin e Allahut një, dhe normalisht ka sjellë ligje të ndryshme që kanë qenë përshtatshme për kohën e tij. Që nga koha që ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam deri tani shekullin e 15, 1444 vjet pas hijretit të pejgamberit alayhis salam, edhe derisa do të ketë jetë këtë botë, do vazhdon thirrja islame me qenë thirrje monoteiste, dhe normalisht do të jenë kundërshtarë që s'kan me pranuar këtë thirrje, do të ketë edhe nga mesi muslimanëve njerëzit të lajthirur të devijuar që do të kenë botkuptime për shembull shiite, rafidite të Iranit, apo botkuptime tjera që kanë dalë nga esenca e Islamit, edhe do vazhdojnë muslimanë si jemi na, ehli sunnetit, me ju përmbajt strikt besimeve doktrinare të Islamit edhe udhëzimeve strikte dhe të sakta të profetit fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Që gjithë kjo është një tërësi historike e madhe që nga Ademi sa deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, gjithë janë pejgamberët një Zotit, gjithë rasin në besim një Zot, gjithë i marrin shpalljet për njëjtin Zot, gjithë i marrin instruksionet për njëjtin Zot, pastaj njerëzit dikush i merr më pak, dikush më shumë, dikush i shton, dikush i pakson, edhe pastaj emërtohen fetë, hebreizëm, krishterizëm e kështu me radhë. Mbetet Islami fe universale e gjithë kohëra dhe gjithë vendeve dhe gjithë pejgamberëve të Zotit. Kjo që s'ka shumë fe është një fe. Tash na, çka themi, kur na dhe ty, mësoje Islamin, hynë në Islam, jetoj i kënaqur i lumtur këtë botë dhe pastaj fitoj edhe xhenetin pas vdekjes inshallah taala. Pra, domethënë vetëm një fe ekziston, tjerët janë fet njerëzve. Allahu i Madhërisht po thotë inna dina inda Allahil Islam, me të vërtetë tek Allahu e vetmja fe e pranuar është Islami. Këtë qërat janë fet njerëzve. Edhe andaj kanë emërtuar me emra njerëzish. Islami është në fe dorëzimi, më nisë Allahu subhanahu wa taala.